Në skajin verior të Japonisë, në një qytet të qetë të rrethuar nga male të mbuluara me borë dhe pyje të dendura që ndryshonin ngjyrë me çdo stinë, jetonte një vajzë me emrin Airi Takamori, një shpirt i heshtur që ishte rritur mes rregullave të forta dhe pritshmërive që nuk i përkisnin asaj. Shtëpia ku jetonte nuk ishte e saj, as ndjenja që mbante brenda nuk ishin të lira, sepse pas humbjes së prindërve ajo kishte përfunduar nën kujdesin e një familje të largët, e cila nuk e trajtonte si pjesë të vetes, por si një përgjegjësi që duhej përmbushur me minimumin e përkushtimit dhe maksimumin e kontrollit, duke mësuar që dëshirat e saj të shtypeshin para se të formoheshin dhe që ëndra të mos shprehej kurrë me zë të lartë. Airi kishte një mënyrë të veçantë për të parë botën, sikur gjithmonë kërkonte diçka më shumë pas asaj që dukej, dhe ndonë se jeta e saj ishte e kufizuar nga rutina e përditshme, nga punët e shtëpisë dhe heshtja që mbushte korridoret e gjata të banesës tradicionale. Ajo mbante brenda një ndjesi të pashpjegueshme se diku, larg atij vendi, ekzistonte një jetë tjetër që e priste. Por kjo ndjesi u shua një mbrëmje të ftohtë, kur kujdestarja e saj, një grua me zë të ashpër dhe sy që nuk falnin dobësi, e thiri në dhomën kryesore dhe i komunikoi diçka që nuk ishte një kërkesë, por një vendim i marrë pa të. Ai do të vijë nesër, tha gruaja pa emocione, duke mos e parë drejt për drejt. Për çfarë? Pyeti Airi, edhe pse në thellësi të saj ndjente përgjigjen. Për ty. Fjalët mbetën pezull, të rënda dhe të pakthyeshme, ndërsa kuptimi i tyre filloi të formohej ngadalë në mendjen e saj, duke marrë trajtën e një realiteti që nuk mund të shmangej. Burri quhej Renji Kuroda. Ai nuk ishte i ri, dhe as nuk ishte ndonjë pamje që të tërhiqte vëmendjen në mënyrë të veçantë, sepse gjithçka tek ai ishte e thjeshtë. Rrobat e zakonshme, mënyra e qetë të folurit dhe një lloj përmbajtjeje që e bënte të dukej sikur gjithmonë mbante diçka për vete. Ai erdhi i shoqëruar nga një djalë i vogël, Haru, i cili qëndronte pranë tij me një qetësi të pazakontë për moshën, sikur jeta e kishte mësuar herët të mos kërkonte shumë. Takimi mes tyre nuk ishte asgjë romantike, asgjë të ngrohtë, dhe çdo fjalë që u tha duke më shumë si pjesë e një marrëveshjeje se sa fillimi i një historie. Brenda pak ditësh, pa ceremoni të madhe dhe pa ndjenja të theksuara, Airi u bë gruaja e një burri që nuk e njihte dhe nëna e një fëmije që nuk ishte i saj. Shtëpia ku ajo u zhvendos ishte në një fshat të vogël, larg qytetit, ku rrugët ishin të heshtura dhe njerëzit rrallë përziheshin në jetët e njëri tjetrit, dhe ku çdo ditë duke e njëjtë me tjetrën, duke krijuar një ndjesi kohe që nuk lëvizte. Shtëpia ishte modeste, me dru të vjetër dhe një qati që kërciste në netët me erë, dhe gjithçka brenda saj fliste për një jetë të thjeshtë, ndoshta edhe të varfër, por të rregull dhe të pastër. Renji punonte çdo ditë jashtë, shpesh duke u kthyer vonë, ndërsa Airi mbetej në shtëpi me Harun, duke u përpjekur të mësonte rolin e saj të ri në një jetë që nuk e kishte zgjedhur. Në fillim gjithçka ishte e vështirë, sepse heshtja mes tyre ishte e rëndë dhe çdo përpjekje për komunikim duke e pasigurt. Por me kalimin e ditëve, ajo filloi të vërej detaje të vogla që nuk përputheshin me idenë që ishte dhënë për burrin e saj. Ai nuk ishte thjesht një njeri i varfër. Ai kishte një mënyrë të menduarit që nuk ishte e zakonshme, një qetësi që nuk vinte nga mungesa, por nga kontrolli dhe një vëmendje ndaj gjërave të vogla që tregonte se ai shihte më shumë se sa tregonte. Një mbrëmje, ndërsa po pastronte një raftë të vjetër në dhomën e pasme, Airi gjeti një kuti të vogël prej druri, të fshehur mes librave të vjetër dhe dokumenteve të pluhurosura. Kur e hapi, ajo gjeti diçka që nuk e priste. Një orë dore e punuar me një saktësi të jashtëzakonshme, me detaje që tregonin mjeshtëri dhe vlerë. Një objekt që nuk i përkiste një burri të varfër që jetonte në një fshat të harruar. Dhe ajo ishte vetëm fillimi. Kutia e vogël prej druri që Airi kishte gjetur atë mbrëmje nuk ishte thjesht një objekt i harruar me sendeve të vjetra, po një dritare e vogël drejt një të vërtete që nuk përputhej me jetën që ajo po jetonte, sepse ora që mbante në dorë kishte një peshë të çuditshme. Jo vetëm fizike, por edhe simbolike, sikur mbante brenda saj histori të pathëna dhe një status që nuk mund të fshihej lehtë. Ajo nuk ishte eksperte për gjëra të shtrenjta, nuk ishte jetuar kurrë mes luksit, por instinkti i saj i thoshte se ajo orë vlente më shumë se sa gjithçka që ndodhej në atë shtëpi, më shumë se sa të gjitha mobiljet e vjetra dhe dyshemeja që kërciste në çdo hap. Dhe kjo e bëri të ndjente për herë të parë një ndarje të vogël mes asaj që i ishte treguar dhe asaj që po zbulonte vetë. Megjithatë, ajo nuk tha asgjë atë natë. E vendosi orën përsëri në kuti, e mbylli me kujdes dhe e ktheu në vendin ku e kishte gjetur, sikur të kishte frikë se edhe vetë zbulimi i saj mund të zhdukej nëse e trajtonte si diçka reale,
Dhe vazhdoi rutinën e saj sikur asgjë të mos kishte ndodhur, duke gatuar për harun dhe duke pritur kthimin e renjit, i cili si zakonisht erdhi vonë, i lodhur dhe i heshtu. Por që nga ajo natë, diçka ndryshoi në mënyrën se si ajo e shihte burrin e saj. Nuk ishte më thjesht një burr i varfër që punonte shumë për të mbajtur një jetë modeste. Ai u bë një enigmë që kërkonte përgjigje, një prani që fshehte më shumë se sa tregonte, dhe çdo detaj i vogël që më parë do të kishte kaluar pa u vënë re, tani filloi të marrë një kuptim të ri. Ajo filloi të vërej mënyrën se si ai mbante trupin, drejt dhe i kontrolluar, jo si një njeri i lodhur nga puna fizike, por si dikush që ishte mësuar të komandonte, të vendoste, të mbante përgjegjësi më të mëdha se ato që përputheshin me jetën e tyre të përditshme. Filloi të vërej gjithashtu se duart e tij, ndonse të forta, nuk kishin shenjat e zakonshme të një punëtori të rënd, dhe mënyra se si ai shikonte botën përreth ishte e matur, e vlerësuar, sikur çdo gjë të kishte një vend dhe një funksion që ai e kuptonte më mirë se të tjerët. Por ajo që e shqetësoi më shumë ishte një seri ngjarjesh të vogla që të marra veçmas mund të dukeshin të parëndësishme, por së bashku krijonin një tablo që nuk mund të injorohej. Një ditë, ndërsa po pastronte oborrin, ajo pa një makinë të zezë që ndaloi për pak sekonda pranë shtëpisë së tyre, një makinë që nuk i përkiste atij vendi, me xhamat e errët dhe një shkëlqim të pastër që nuk përputhej me pluhurin e rrugëve të fshatit. Nga ajo makinë nuk zbriti askush, por dera u hap lehtë dhe një zarf i bardhë u la në tokë, para se makina të largohej pa zhurmë, duke lënë pas vetëm një ndjesë të çuditshme që nuk mund të shpjegohej. Ajri u afrua ngadalë, e mori zarfin dhe e mbajti për disa sekonda në duar, duke ndjerë një tension që nuk kishte lidhje me përmbajtjen, por me atë që përfaqësonte. Kur e hapi, gjeti vetëm disa flet me shifra dhe simbole, dokumente që dukeshin si kontrata ose raporte financiare, të shkruara me një saktësi që ajo nuk e kuptonte plotësisht, por që i jepnin një ndjesë rëndësie të madhe. Nata në të cilën ajri dëgjoi zërin e vërtet të renjit nuk ishte thjesht një moment zbulimi, por një pikë kthimi nga e cila nuk ishte më kthim pas, sepse gjithçka që ajo kishte menduar, çdo dyshim që kishte mbajtur brenda vetes, u rreshtua papritur në një vit të qartë që nuk mund të mohohej më. Ajo nuk hyri në dhomë, nuk e ndërpreu dhe nuk bëri asnjë pyetje atë natë, sepse e kuptoi se disa të vërteta nuk duhen përballur menjëherë, por duhen kuptuar ngadalë me kujdes, përndryshe mund të shkatërrojnë gjithçka përreth. Ditët që pasuan ishin të mbushura me një heshtje të ndryshme. Jo më ajo heshtje e zakonshme e një jete të thjeshtë, por një heshtje rënduar nga njohuria, nga fakti që ajri tashmë shihte më shumë se sa ishte lejuar të shihte në fillim. Ajo vazhdoi të luante rolin e saj, të kujdesej për Harun, të mbante shtëpinë në rregull, të përshëndeste renjin kur ai kthehej në mbrëmje. Por brenda saj çdo gjë kishte ndryshuar, sepse ajo nuk ishte më thjesht gruaja e një burri të varfër, por një dëshmitare e një sekreti që po bëhej gjithnjë më i madh. Dhe pastaj erdhi dita që gjithçka doli në dritë. Ishte një mëngjes i qetë, si shumë të tjerë, ku një kolon makinash të zeza u ndal para shtëpisë së tyre, duke prishur ritmin e zakonshëm të fshatit dhe duke tërhequr vëmendjen e çdo njeriu që ndodhej aty pranë, sepse një skenë e tillë nuk ishte parkur në atë vend. Ajri doli jashtë me Harun pranë saj, dhe pa burra të veshur me kostume të zeza që zbriten nga makinat, duke u rreshtuar me një disiplinë të saktë, sikur çdo lëvizje e tyre ishte e planifikuar. Njëri prej tyre u afrua drejt derës dhe ndaloi, por nuk trokiti. Ai priti, dhe në atë moment dera u hap nga brenda. Renji doli jashtë. Nuk kishte asnjë ndryshim në pamjen e tij, por gjithçka kishte ndryshuar në mënyrën se si ai qëndronte, në mënyrën se si burrat përpara tij u përkulën lehtë, jo si një gest formal, por si një shenjë respekti të thellë. Ajri e pa këtë dhe nuk kishte më nevojë për prova të tjera. E vërteta ishte përpara saj, e plot dhe e pamohueshme. Ai nuk ishte thjesht një njeri i pasur. Ai ishte në krye të gjithçkaje. Më vonë atë ditë, ku shtëpia u boshatis dhe makinat u larguan, duke lënë pas një heshtje edhe më të rëndë se më parë, ajri qëndroi në mes të dhomës dhe më në fund e pa të drejt në sy. Nuk ja ai që më the, tha ajo me një zë të qetë, por të fortë. Renji nuk u përgjigj me njëherë. Ai e pa për disa sekonda, sikur po vendoste sa të tregonte dhe sa të mbante për vete. Dhe pastaj ul ngadalë, duke marrë frymë thellë, sikur edhe për të kjo nuk ishte një bisedë lehtë. Jo, tha më në fund, nuk jam. Heshtja që pasoi nuk ishte bosh, por e mbushur me të gjitha pyetje që nuk ishin bërë ende.
Pse, pyeti ajo më në fund. Dhe kjo ishte pyetja që kishte rëndësi. Renji nuk filloi me shpjegime të gjata. Nuk përdori fjalë të komplikuara apo justifikime të panevojshme. Sepse vërteta që ai kishte për të thënë ishte më e thjeshtë dhe më e rëndë se sa çdo histori që mund të ndërtohej rreth saj. Ai kishte lindur në një botë ku gjithçka kishte një çmim, ku njerëzit afroheshin jo për atë që ai ishte, por për atë që zotëronte dhe ku besimi ishte bërë një luks më i rrallë se vetë pasuria. Ai kishte parë tradhti nga njerëzit më të afërt, kishte humbur gruan e tij në rrethana që nuk mund t'i kthente më, dhe kishte mbetur vetëm me një fëmijë që kishte nevojë për diçka që ai nuk mund ta blinte. Një familje të vërtetë. Unë nuk kisha nevojë për një grua, tha ai me një qetësi të lodhur. Kisha nevojë për dikë që nuk do më zgjidhte për atë që kam. Dhe për këtë arsye, ai kishte ndërtuar një jetë të rreme, një version të thjeshtë të vetes, për të parë se kush do të qëndronte pranë tij kur nuk kishte asgjë për të ofruar, për të testuar jo botën, por një njeri të vetëm. Ajo. Airi e dëgjoi pa e ndërprer, duke ndier se çdo fjalë e tij kishte një peshë që nuk mund të kundërshtohej lehtë, sepse ajo e kishte parë vetë atë jetë, e kishte jetuar për muaj të tërë, dhe nuk kishte qenë një iluzion. Ai kishte qenë i kujdesshëm, i pranishëm, i qetë. Ai kishte qenë i vërtet, edhe nëse rrethanat nuk ishin. Dhe nëse unë do të largohesha, pyeti ajo. Ai nuk u përgjigj menjëherë. Do të lija të shkoje, tha më në fund, sepse kjo ishte pjesë e së vërtetës që kërkoja. Kjo ishte ndoshta përgjigja më e sinqertë që ai mund të jepte. Ditët që pasuan nuk ishin të lehta, sepse vërteta nuk e zëvendëson menjëherë atë që ka qenë, dhe besimi nuk rindërtohet në një moment, por në zgjedhje të vogla që bëhen çdo ditë. Airi nuk u largua menjëherë, por nuk qëndroi as nga frika. Ajo qëndroi sepse filloi të kuptonte se, pavarësisht gjithçkaje, ajo që kishin ndërtuar nuk ishte një gënjeshtër e plot, por një version i vërtet i tyre, i zhveshur nga gjithçka që mund të ndikonte zgjedhjen. Ajo kishte parë renjin pa pasurinë e tij, dhe kishte zgjedhur të qëndronte. Tani ajo duhej të vendoste nëse do ta zgjidhte edhe me të. Muaj më vonë, shtëpia në fshat ishte ende aty e pandryshuar. Edhe pse jeta e tyre kishte marrë një drejtim tjetër, sepse renji nuk e braktisi atë vend, nuk e zëvendësoi me një vilë luksoze apo një qytet të madh. Ai e mbajti atë si një kujtesë të vetes së tij të vërtetë, dhe Airi qëndroi pranë tij, jo si një grua që kishte zbuluar pasurinë e burrit të saj, por si një njeri që kishte parë përtej saj. Haru filloi të buzëqeshte më shumë, dhe për herë të parë, ajo shtëpi nuk dukej më e vogël, sepse ajo nuk mbahej më nga mungesa, por nga diçka që nuk mund të blihej.